Gazetari investigativ Artan Hoxha është shpall non grata nga Greqia. Për folur për këtë kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Zaçi Islami. Avokat, si e shpjegoni këtë vendim të Greqisë për të shpallur non grata Artan Hoxhën? Shiko, Greqia i shpall non grata të tërë ata që vënë kundër politikës së Edi Ramës dhe të qeverisë shqiptare. Se Artan Hoxha nuk i ka asnjë borxh Greqisë. Artan Hoxha bën thjesht detyrën e gazetarit, si do ta bënte çdo gazetar, si do ta bëni dhe ju, siç e kam bërë dhe unë në të kaluarën kur kam qenë në Greqi. Pra është një detyrë që e bën çdo gazetar në botë. Dhe ata nuk kanë të drejtë të shpallin non grata një person që nuk ka pushtet, është thjesht gazetar. Megjithatë, këto janë fenomene që janë të njohura në Greqi. Është i shpallur non grata ky Marin Mema, është shpallur non grata Arben Lalla, janë shpallur disa shqyqy që s'më kanë shpallur mua deri tani. Avokat, a mund merret dhe një vendim ndaj tepër non grata duke qenë se jeni kritik i madh i Greqisë? Nuk është çudi. Nuk është çudi, edhe mund të bëhet. Shiko, Zoti Islami, grekët nuk vërdo. Zoti Islami, si shpjegohet që grekët nuk pranojnë asnjëherë, po themi që të kritikohen, e ndërkohë në Shqipëri ke sa duash analistë që mbrojnë Greqinë, edhe s'është se ju ka ndodhur gjë. Dëgjoj zotëri. Grekët paguajnë miliona gazetarëve shqiptarë që flasin në interes të politikës greke. Kjo është e deklaruar dhe nga Pangalo dhe nga të tjerë qeveritar grek, të cilët e kanë thënë trot çfarë, ne paguajmë gazetarë shqiptarë. Kështu që këtë gjë kanë bërë dhe kësa radhe me Artan Hoxhën. Këtë gjë mund të bëjnë dhe nesër pas nesër, pra që kohë sa në pushtetin në Shqipëri do jetë sharlatani Karagjozi, ky si e quajti kjo Ballukja këtë kryeministrin ton. Pra që kohë sa do jetë ky llapushi gjatë në pushtet, aq kohë ata do bëjnë këtë që po bëjnë. Nuk më habit veprimi grekëve. Ne zotëri jemi vënë praktikisht jemi në luftë me oligarkin komuniste shqiptare, shërbyese direkte e grekëve dhe e serbëve. Ne jemi në luftë me të keqen. Ne këto pasojë do t'i kemi jo vetëm sot, po edhe nesër. Palloshi gjatë këtë punë ka bërë deri tani, ka goditur gazetarët shqiptar, ka goditur burrat e patriot advetar të këtij vendi dhe ja çon në gojë shërbimit sekret grek. Plus që ta ndajmë çik të vemi atje ku duhet, se s'kemi vatur atje ku duhet. Artan Hoxhën, emrin Artan Hoxhës e ka dërguar agjentja greke, që ishte zëvendës kryeministri, është zëvendës kryeministri akoma, por që është pezulluar nga detyra, Ballukja. Kështu zotëri. Avokat, ju mendoni që Artan Hoxha është shpall non grata pasi është raportuar nga Belinda Balluku? Jo raportuar, është denoncuar në greqisht, ka vajtur informacioni sakt se ajo është Matahari, e kemi thënë është Matahari Belinda Balluku. Është krye spionja, krye agjentja greke në Shqipëri. I shërben në mënyrë perfekte shërbimit sekret grek dhe shtetit grek, dhe me galidhes greke, dhe maviz greke, dhe agimit të artë grek. Do me thënë, është një armike e betuar e këtij vendi. Shqiptarët akoma e shikojnë kështu të bukur dhe të qeshur, ashtu ishte edhe Matahari. Po ka që bukur dhe ndoshta edhe kjo është më e bukur nga ajo. Dhe me atë buzëqeshjen e saj ka bërë gjithë ato krime kundër Gjermanisë apo kundër Anglisë apo shërbente të tërëve. Kështu që Matahari shqiptare
ka dërguar gjithë emisionin, gjithë programet, gjithë diskutimet, gjithë opinionet tona i ka dërguar dhe i ka shërbimi sekret grek. Plus që ata i marrin dhe nga, që janë publike, i marrin dhe nga mediat tona, po kështu nën dhe nën tokë i ka dërguar matahari shqiptare Belinda Balluk. Zoti Islami si shpjegoi që Shqipëria nuk i mbron gazetarët aq më tepër persona të cilët shpallen non grata nga Greqia? Shqipëria do t'i mbronte nëse do kishte qeveri shqiptare, kemi thënë atë, po Shqipëria nuk ka qeveri shqiptare. Shqipëria ka një qeveri quislinge që shërben interesave greke. E kemi thënë, e themi dhe do ta themi në mënyrë të përsëritur. Shqipëria ka qeveri anti-shqiptare. Shqipëria ka një qeveri quislinge, Shqipëria ka një qeveri që shërben interesave greke. Kjo është Shqipëria. Zoti Islami, me 17 dhjetor priten që të fillojnë negociatat lidhur me kufirin detar me Greqinë. Çfarë do të ndodhë? Nuk besoj se do ndodhë, për arsye se patin e Shqipërisë tani e ka marrë Amerikan dorë, e ka marrë SPAK-u. Dhe Shqipëria s'ka pse të shkojë në Hag për punën e detit. Shqipëria në Hag për çështjen e detit shkon nga Bashkimi Sovjetik Evropian dhe nga Greqia. Është në interes të atyre, jo në interes tonë. Ajo aty do vuloset përfundimisht tradhtia e kësaj qeverie quislinge e cila duhet përmbysur me çdo lloj mënyre me forcë. Duhet përmbysur me forcë, të mos arrihet të bëhet 17 dhjetori që të shkojë prona jon edhe të tallen evropianët siç u tallën në 1913. Atëherë pastaj do kemi punë vërtet me palloshin e gjatë. Zoti Islami, po nëse ecet në negociata me Greqinë, besoni që ndarja do jetë e drejtë apo do jetë siç ndodhi kur ishte Berisha në pushtet? Të lutem, negociatat me Greqinë çojnë gjithmonë ujë në mullit të grekut. Ka mbaruar ajo punë. Negociata me Greqinë është një lloj sikur të negocioj ujku me qëngjin. Ne jemi gjin e lufte, çaj negociate kërkon Greqia. Pse nuk heqin ligjin e luftës? Prandaj them që këta janë antikombëtar, këta bashkibozukët shqiptar, këta banditët që qeverisin Shqipërinë, këta homoseksualët që qeverisin Shqipërinë, kjo qeveri kurvash dhe kurvarës që qeverisin Shqipërinë. Ja këta janë. Ç'prisi ju të bëhet negociata? Çfarë negociata do bëhen? Për çfarë? Kufiri dietar me Shqipërinë është përcaktuar që në 1953-54 nga generali Halim Ramohito, të cilin e nveri vrau më vonë. Ai kufi është edhe ai kufi do mbetet dhe nuk ka burdhëne që e prek kufirin dietar shqiptar. Duan 12 miljet grekët, se llogarisin dhe ishujt i llogarisin top kontinentale, por nuk është ashtu ligji. Megjithatë, ajo gjykata evropiane që duan këta të shkojnë, ajo është në shërbim të interesave greke dhe kundër interesave kombëtare shqiptare. Po si do ndalohet avokat që të mos ndodhë një gjë e tillë? Të përmbysim këtë qeveri, kështu do ndalohet, s'ka si ndalohet ndryshe. Duhet përmbysur qeveria me të gjitha mjetet. Sa gjasa ka që të përmbyset kjo qeveri? Varet nga nervi që ka qytetari shqiptar, populli shqiptar. Nëse kanë mbetur akoma shqiptar që e duan këtë vend, duhet të ngrihen në këmbë. Fill mbas kësaj interviste, të ngrihen në këmbë dhe të marrin fatet e popullit të vendit në dorë. Të mbrojnë tërësinë territoriale shqiptare, të mbrojnë atë tokë dhe atë truall që kanë trashëguar brez pas brezi me mijëra vjet. Zoti Islami, a besoni që Greqia vazhdon të ketë ende persona në politikën shqiptare që paguen dhe mbrojnë interesat greke? Ka ministri i mbrojtjes së Shqipërisë që kanë qeveri shqiptare, që ka vënë për diskutim këtu, jo për zotëri. Po ajo presidenti shqiptar ata e kanë të tyre. Ministri i mbrojtjes së Shqipërisë e kanë të tyre. Kryeministri Palloshin po e kanë të tyre. Çfarë prisni ju? Vërtet prisni që ajo Greqia të ketë qëllim edhe qëndrim miqësor ndaj nesh? Kurrë kurrës nuk do kenë qëndrim miqësor ndaj nesh. Ata janë armiq të betuar tanë. Kesha greke është armike e betuar e popullit shqiptar. Dhe ajo është gropa septike që qeveris Greqinë sot. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi.
Edhe unë të falenderoj tyja. Jetë mira.